ekziston një vend në mes të Adriatikut dhe Jonit, që për dekada me radhë nuk ishte thjesht një ishull, por një njollë e zezë në hartat e botës, një shkëm gjigant që thyen tallgët, ku dritat nuk ndizeshin kur për civilët dhe ku çdo milimetër katror ishte i minuar, i vëzhguar dhe izoluar nga pjesa tjetër e njerëzimit. Ky është Sazani, por harrojeni imazhin e sotëm të një destinacioni turistik veror. Për pothuajse gjysmë shekulli, ky ishull ishte makthi më i madh i inteligjencës perëndimore dhe kasaforta më e blinduar e diktaturës komuniste. Pyetja që ka munduar agjentët e CIA-s për vite me radhë është: çfarë ndodh të vërtet në barkun Ati Mali? Pse u shpenzuan miliona dollar për të ndërtuar një qytet nëntokësor në një ishull pa ujë të pijshëm? Dhe më e rëndësishmja, a u përdor Sazani si një laborator gjigant për eksperimente që bota nuk duhej t'i merrte vesh kurrë? Historia e Sazanit si një fortesë e vdekjes nis pas luftës së dytë botërore, kur Shqipëria u rreshtua krah Bashkimit Sovjetik. Strategët rus panë menjëherë vlerën e këtij shkëmbi. Ai kontrollonte kanalin e Otrantos, i cili ishte kyçi që mbyllte detin Adriatik. Por ajo që nisi si një bazë ushtarake, shpejt u shndërrua në diçka shumë ogurzez. Imagjinoni një ishull ku jetonin mbi 3000 ushtarë dhe familjar, por ku jeta e vërtet zhvillohej nën tokë. Për vite me radhë, u qarkulluan zëra se në Sazan po ndërtohej diçka që te kalonte mbrojtjen bregdetare. Thuhej se sovjetikët kishin instaluar aty sisteme radari që mund të përgjonin deri në Rom, por misteri i vërtet ishte në katakombet e tij. Sipas dëshmive të ralla të atyre që kanë shërbyer atje, ishulli është i përshkruar nga kilometra të tëra tunelesh, aq të gjerë sa brenda tyre mund të qarkullojnë kamion ushtarak. Por pse duhej gjithë ky investim për një sipërfaqe kaq të vogël? Këtu hym në territorin e eksperimenteve të fsheta. Gjatë viteve 60 dhe 70, kur marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik u prishën dhe Shqipëria u izolua totalisht, Sazani u bë pika më paranojake e shtetit. Një nga legjendat më të forta që qarkullon edhe sot mes ish ushtarakëve është ekzistenca e laboratorëve të mbrojtjes biologjike dhe kimike. Thuhet se në thellësitë e ishullit, mjeku ushtarak dhe shkencëtar eksperimentonin me gazra nervor dhe substanca që mund ta zgjesonin ekuipazhet armike. Edhe sot, nëse vizitoni godinat e rënuara, mund të gjeni maska kundra gaz të shpërndara kudo, veshje speciale që nuk përputhen me një stërvitje të thjeshtë ushtarake. Pse një ushtri kaq e vogël si ajo shqiptare do të kishte nevojë për mirë apajisje kundër lëndëve kimike në një ishull të izoluar? A kishte frikë regjimi nga një sulm, apo po përgatitej të lëshonte diçka vet? Misteri thellohet kur flasim për tunelet e nëndeceve. Megjithse baza kryesore ishte në Pashaliman, Sazani shërbente si një pikë furnizimi sekrete. Flitet për tunele që hynë direkt nga deti në brendësitë e shkëmbit, ku mjetet lundruese mund të zhduken brenda pak sekondave. Por ajo që i tmerronte më shumë banorët e bregdetit të Florës ishin dritat e çuditshme që shiheshin natën mbi ishull. Në një kohë kur Shqipëria vuante për drita, Sazani shkëlqente si një qytet fantazm. Çfarë makinerish konsumonin aq shumë energji? Disa thonë se bëhej fjalë për testime të raketave me rreze të shkurtër, të fshehura në puset e maskuara si ndërtesa civile. Të tjerë flasin për një sistem bunkerësh atomik, të projektuar për të mbajtur gjallë udhëheqjen e lartë në rast të një lufte bërthamore, ku Sazani do të ishte vija e parë e mbrojtjes, por edhe vendi i fundit që do të binte. Një tjetër element i mistershëm i Sazanit është se edhe sot shumë zona të ishullit mbeten rreptësisht të ndaluara. Edhe pse tani promovohet si park kombëtar, ka rrethime me tela me gjemba që mbrojnë hyrje tunelesh të ndaluara, me dyert të blinduara dhe që nuk janë hapur që nga viti 1992.
Çfarë ka mbetur aty brenda? A ka akoma mbetje të lëndëve toksike dhe qeveritë e pas komunizmit nuk guxuan t'i preknin? Dokumentet arkivore flasin për objekte speciale që furnizohen me ushqime dhe ajrim, të cilët janë të pavarur për vite me radhë. Kur vizitonin qytetin ushtarak të rënuar, ku dikur ishte shkollë, kinema e spital, ndjen një të ftohtë që nuk vjen nga deti, por nga historia. Ndjen peshën e mira njerëzve që jetuan aty si të burgosur të një ideologjie, duke ruajtur sekrete që as vetë nuk i kuptonin plotësisht. Sazani fsheh edhe histori njerëzore që duken si skenar filmash horror. Ushtarë që zhdukeshin pa gjurmë gjatë rojeve të natës, për të cilët thuhej se kishin rënë në det, por që shokët e tyre dyshonin se kishin parë diçka që nuk duhej. Ka dëshmi për dhoma izolimi nën-toksore, ku dërgoheshin ata që shfaqnin shenja pasigurie ose rebelimi. Izolimi ishte aq i madh sa lajmet për botën e jashtme vinin vetëm përmes radios shtetërore. Në vitin 1997, gjatë trazirave në Shqipëri, Sazani u braktis në panik. Thuhet se përpara se oficerët të largoheshin dogjën thas të tërë me dokumente dhe hodhën në det pajisje që nuk duheshin gjetur kurrë. Kur njerëzit e parë shkelën e ishullit pas braktisjes, gjetën një vend që dukej sikur koha kishte ndaluar. Tavolina me pjata ushqimi të lënë përgjysë. Ditar roje që ndërpriteshin në mes të fjalisë dhe një ndjesi sikur diçka e padukshme po i vëzhgonte nga errësira e tuneleve. Sot, Sazani hesht, por kjo heshtje është e mjaftueshme. Ndërsa turistët fotografojnë mbetjet e bunkierëve në sipërfaqe, poshtë këmbëve të tyre shtrihet një labirint i errët që ende nuk është eksploruar plotësisht. Sa larg shkuan shkencëtarët e regjimit në kërkimin e armëve të pathyeshme? A ka akoma dhoma të zeza ku dosjet e bashkëpunimit me fuqitë e huaja presin të zbulohen? Sazani mbetet dëshmitari me meci një kohë kur Shqipëria besonte se mund të sfidonte botën. Ai nuk është thjesht një ishull, është një kapsul kohe e mbushur me frikë, teknologji të vitëruar dhe sisteme që ndoshta është më mirë të mbeten të varrosura nën tokë, sepse ndonjëherë e vërteta që fshihet pas dyerve të blinduar është më e tmerrshme se çdo legjendë urbane. Ky dokumentar është vetëm gërvishtja e parë në sipërfaqen e asaj që Sazani fsheh në barkun e tij prej Guri.